Po shikoni, kjo konvent po mbahet sot, edhe diçka që po mbahet nuk ja vlen me komentu fort ato duhet shtyhet apo jo. Nuk mendoj që ka pas nevojë mu shty. Mendoj që po mbahet kështu edhe me qenë se kemi veç një kandidat, besoj që ai do të zgjidhë edhe i dëshirojmë sukses sepse mendoj që është zgjidhja e duhur. Po zyrtarisht nuk ka. Me sa unë jam i njoftuar, nuk ka dikush që ka aplikuar përveç Bedri Hamzës. Çka është? Sa është unike? Vetë prezenca kështu në mënyrë masovike konsideroj që jep një mesazh të unitetit. Edhe demokracisë për shkak se A ka shkaktuar pagnatësi kjo çështja e Hoxhait, ankesa e tij dhe ankesa e tij që nuk po i mundsohet koha e nevojshme për ta shfaqur platformën e tij brenda. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Ka dhe të tjerë brenda politikës që synosh pjesën e kryetarit? Gara ka qenë e hapur, ka mujtë me apliku kush ka dash, nuk kanë apliku, na vazhdojnë. Po ju personalisht e shihni veten e këtë pas në base në konventin tjetër? Jo, s'kam ambicie. Mu po mjafton prezenti.